Mirë, kam edhe kolegun Eni Ferhati, ndërkohë që ndoqëm edhe njerë këto pamje pra kur një prej deputetëve është goditur me vezë nga protestuesit ditën e sotme. Eni, cilat janë informacionet çfarë po ndodh përpara parlamentit? Mirëmëngjes, Esmeralda, në fakt unë jam në zonën e hyrjes pedonales, atje ku është rrethuar në fakt edhe kjo pjesë, ky segment nga ana e policisë shtetit, aty ku janë grumbulluar një numër më i madh protestuesi se sa tek hyrja qendrore, sepse gjatë ditës së sotme për arsye sigurie, gjithë hyrja e deputetëve por dhe antarëve e Këshillit të Ministrave është kanalizuar nga policia dhe Garda e Republikës pikërisht nëpërmjet hyrjes e cila njihet si hyrja nga Akademia e Shkencave drejt selisë parlamentit, seancës plenare, atje ku pritet që të nisë edhe në orën 10. Seanca e radhës ka patur tensione pasi protestuesit kanë bërritur rreth orës 9 pranë selisë parlamentit, atje ku zhvillohet seanca plenare, me sa duket pikërisht për të vijuar aksionin e tyre, për të qelluar deputetët me vezë apo edhe me miell, sipas informacioneve, ka patur edhe disa thirrje në drejtim të tyre, dhe aktualisht po qellohet me vezë në drejtim të një automjeti që po hyn në brendësi të parlamentit, ndërkohë që deri tani ka ndërhyrë policia dhe sipas informacioneve janë disa persona të cilët janë shoqëruar në pamje duken forcat shqiponja, ato i cilat kanë bërë shoqërimin e këtyre personave, ndërkohë që në këtë pjesë nga ku unë po raportoj, pra nga hyrja e pedonales, atje ku po ruhen, po themi, nga protestuesit deputetët dhe po qellohen me vezë, ndodhen edhe persona të cilët u shoqëruan pak ditë më parë, ndërto edhe shtetasi Shkëlzen Bushi, i cili u mbajt për disa orë në komisariatin numër 1, por më pas u lirua nga policia, mbetet për të parë nëse do të ketë edhe protestues të tjerë, të cilët në minutat në vijim, duke qenë që seanca është në orën 10 dhe pikërisht edhe protesta e ditës sotme përpara parlamentit ishte lajmëruar në këtë orë, ndoshta do të ketë edhe një numër më të madh të protestuesve të cilët do të vinë për të vijuar aksionin pranë parlamentit, ndërkohë që siç thash policia këtë herë ka marrë masa të tjera duke krijuar një distancë mes protestuesve dhe deputetëve apo edhe antarëve të Këshillit të Ministrave që i drejtojnë parlamentit, ndryshe nga ajo që ka ndodhur 2 ditë më parë, ku në fakt protestuesit arritën që të ishin shumë më afër edhe automjeteve që kalonin për t'u drejtuar parlamentit, qoftë në hyrje por dhe ndalje. Mirë, faleminderit Eni, do të kthehem më vonë sërish për të ndjekur pas hapi çfarë po ndodh në protestën e ditës së sotme.